Territori i Kosovës për datën 15 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por relativisht të qëndrueshme duke sjellë mod pjesërisht të vrenjtur në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me vranësira dhe temperatura të ulta, ndërsa pasditja vijon me mod të qetë pa rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 15 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 15 janar do të jetë rreth orës 6:56, ndërsa perëndimi rreth orës 16:33 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 7 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 6 gradë Celsius. Pej 0 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 8 gradë Celsius. Malishev 1 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 1 deri në 9 gradë Celsius. Suhare 1 deri në 8 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 9 gradë Celsius.